shkon një herë në Mekë, rrin disa ditë, pastaj shkon në Medinë, rrin disa ditë, pastaj kthehesh në Mekë edhe umrën e dytë më bën. Nëse në këtë rast është lloj, do të thonë dy udhëtime, bën inshallah me lejet Allah. Nuk ka gjë të keqe. Nuk ka gjë të keqe. Mirë po, me bë më shumë se një umre duke qenë në Mekë, edhe me shku për shembull në Tanim, aty ku i thon xhamia Aisha radhiyallahu anha, ky veprim është veprim që i gjason pak a shumë veprimeve të bidatit. Edhe nuk e ka bë këtë punë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë bë sahabët e tij. Nuk e kanë bë sahabët e tij. Ky veprim shkakton ky veprim çka ndodh me këtë veprim? Ky veprim po shkakton do të rrëmujën edhe kallabllakun e madh që është tash në Mekë. Se njerëzit për dy sanave për shkaktojnë tani atë rrëmujën e shumt që është në Mekë. E para, umrat e përsëritura, edhe dyta ata që hinë në tavaf pasi që kanë kryer tavafin. Për shembull, shkojnë njerëzit edhe e kryejnë tavafin, edhe Allah i shpërbleft ata udhëheqat që kanë në përgjithësinë në Mekë, e kanë bërë që me pas drejt burrat me hynë në mataf, vendin ku bëhet tavafi, vetëm ata që kanë ihram. E do çka bojnë, shkojnë edhe masi e kanë kryer tavafin, shkojnë veshën në ihram, veç për me shku, me bë tavaf prapë edhe me najt aty poshtë. Tipi shkakton të llovi. Pi ngushton njerëzit, njerëzit kanë nevojë me bën në rahati umrën, me bën në rahati tavafin. Tipi shkakton këtë punë. S'ki nevojë me bë, s'ki nevojë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë krejt jetës tij ka bë 4 herë umrën sallallahu alajhi wasallam, 4 herë, s'ka bë më shumë sallallahu alajhi wasallam. Edhe umrat që bë për të Naimit që ka bë Aisha radhiyallahu anha, ajo ka pas situatën e veçantë radhiyallahu ta'ala anha, që kur ka shkuar në haxh me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka pas mujoret e saj dhe s'ka mujt me bë umrën bashkë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe me gratë e tij. E pastaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam asaj ka leju për shkak se s'ka mujt me bë umrën pas përfundimit të haxhit prej të Naimit, prej vendit ku quhet sot xhamia Aisha radhiyallahu anha. E ti pa i pas këtë arsye, për shkon po bën një umrë, dy ka njerëz që bën, por çdo ditë kanë një umrë kur sa janë atje. S'ka kjo bazë, kur far bazë në veprimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as në veprimet e sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As me bo umrën, vetëm me hiqët, që do të vesh ihramin si rrogë timin, a lejohet po vesh ihramin si rrogë vetëm për me hi, apo duhet ihrami ku veshet? Pastaj ma do. Ihrami, barakallahu fik, Allah nderoj shekh, ihrami veshet për haxh dhe për umrë, mirë po, nëse vesh ti ato si hulla, do të thotë që si rrobat që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rida dhe izar, do të thotë rrobe poshtë me rrobe sipërme. Ajo është rroba, thjesht rroba që ashtu i kanë pas tesha në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, problemi është që ata e kanë bërë këtë punë që mos më bë kallabllak atë vëllai, mos më ngushtu muslimanët. E ti nëse bash kaktar, veç se po don me hi poshtë atë me pa çabën atë. Edhe veç me najt atë, tipi ngushton muslimanët atë. Thotë ti tash mundesh me pas gjuna, nga se pi ngushton muslimanët edhe pi thën rregullat që i ka vendosur shteti për të mirën e muslimanëve, Kështu që më mirë është, thënë alhamdulillah bën umrën, e shet çabën bën, sa s'ki nevojë më shumë me bë. Allah e din më së miri.